Mokra ka hapur edhe këtë vit dyert për mira banor dhe vizitor në edicionin e 7 të Mokran Fest, një aktivitet që tashmë është kthyer në një fest të traditës, kulturës dhe identitetit të kësaj treve. Mokrarët kanë ditur edhe këtë herë të sillen në vëmendje vlerat e zonës, mikpritjen, bujarinë dhe një trashëgimi që përcillet brez pas brezi. Nga historia e gurit të Mokrës, të peizazhit të mrekullueshëm të kësaj treve, festivali ka ofruar një panajër të veçantë, ku tradita është ndërthurur me argëtimin. Në këtë fest nuk ka munguar dollia qindravjeçare, gatimet tradicionale të zonës, punimet artizanale, këngët dhe vallet popullore, ndërsa një tjetër element që ka tërhequr vëmendjen kanë qenë edhe sportet ujore. Mira banor dhe vizitorë të ardhur nga qytete të ndryshme janë bashkuar festës, ndërsa prania e madhe e të rinjve ka treguar se tradita nuk mbetet vetëm në kujtesën e brezave të vjetër, por përcillet edhe tek brezat e rinj. Masiviteti i këtij aktiviteti është një tjetër dëshmi se në Mokër ka çfarë të shohësh, çfarë të mësosh dhe mbi të gjitha çfarë të tregosh. Mokran Fest është tashmë pjesë e një kapitulli të ri që kjo trev ka nisur të shkruaj prej disa vitesh, duke kthyer traditën në një urë drejt së ardhmes, një fest ku jetohet, aty ku folklori, historia, kultura, mikpritja dhe natyra bashkohen në një emër, Mokran Fest.